qytetarëve dhe gjithë shqiptarëve ditën e çlirimit, edhe pse që folëm edhe më herët, a do të mund cilësu sot si dita e çlirimit, a do t'i nanti, a do t'kur ka dal ushtari i fundit, është nështë për mu diskutu. Qysh kom mësu për luftën? Nështë reagimi i parë kur i kom thonë dikujt që po shkoj me fol për luftën, nuk kanë ç'a din ti për luftën. Është e vërtet që... Ti tregu që nga dje, që do t'jesh këtu në studio. Çka din ti për luftën? Po, se ka një lem, jemi mas luftës, po, pikërisht, është pyetje me vend, se për jetim drejt për drejt luftës nuk kam, është e vërtet. Luftën se kom përjetu... Je me fat, në fakt. E vërtet. Jam nështë breznia e parë, shumë breznit mija që se përjetoj luftën, ose një lloj kryengritje çfarë do koftë. Po, edhe pse s'jam i rritun, o i lindur në luftë, se kom përjetu luftën as edhe një moment, jam rrit me luftën. Kuptimin që krejt rrëfimet që i kom pas rreth meje, presim kom fëmije, di se jam rrit, jo veç rrëfimet, jo veç tregimet e ndryshme, po edhe sendet ma thjeshta si përmendore të ndryshme, emnat e shkollave, emnat e rrugëve, janë krejt lidhuna me luftën. Kështu që, jo veç për mu, po për shumicën e njerëzve besoj që burimi i parë për luftën janë rrëfimet e familjes, edhe masanej në arsime kështu me radhë. Po... është një farë zgjatimi i luftës, i përcjell prej prindërve, prej gjitha këtyre elementeve që përmende, që të bën ta ndjesh afër luftën edhe pse nuk e ke përjetuar fare. Është interesant se kur më ka rënë për shembull me fol me njerëz, sidomos për Europës perëndimore, kur folim për luftën shohin si diçka të lartë, si ka aspekti hapësina kohore, si ka hapësina e vendit. Mirë po për neve lufta është, edhe pse se kena prek drejt për drejt, është drejt për drejt e përjetuar prej prindve tonë. Prej se neve ma banale, si batutat për mi, që su fëmit, për mja bërë shepin fëmive, jënë kanë të lidhuna me luftën. Tash, me folë që a di sot për luftën, është nështë ama letë, po me folë që ka dit Adratiku i vogël për luftën, ose që ka menu për luftën, është pak ma e shtirë mirë, po ka menu për ta. Nështë për pjekrit e mija të para, për me bot diçka, për me hedhë boj në letër, janë kanë të boj me luftën. Pra, të ka prek, një farë forme, ndoshta ne si prind nuk kemi ditur t'i kursejmë fëmijët pak nga këto përjetimet tona, u kemi transmituar gjithçka, po flasun personalisht, po prindërit e jujt, të tjerët, dhe thot gjithçka që kanë përjetuar, kanë transmituar tek fëmijët e tyre. Menoj që është edhe një dallim ndoshta. Jo e keni një limtën, e keni një anën e keqe të luftës. Luftën kisha thonë, ose kisha gjykuar se shumica e të rive, jo shumica, s'po kohën edhe njerëz që një, e ka një vështrim të hinizum për luftën. E shumë luftën si diçka të lavdishme. Kuptohet, është edhe ajo, po nështë ma shumë nga përqohet lavdia se sa pjesë e dhimtë, se shumë e halë. Për këtë në veçanti do ndalemi. Ron, ju, qëfar dini për luftën? Si që kam pyet Adriatikun, çka din ti për luftën Kosovë? Edhe unë paka shumë piktisin e kam tepër të ngjashme me të Adriatikut. Edhe sot në këtë moshë shoh luftën si një vazhdimsi, si një pjesës një kornize më të madhe të një konflikti serbo-shqiptar, që për shkak se kujtimet nuk kufizohen vetëm luftën e fundit, kujtimet shkojnë edhe përtej kësaj. Për shembull, në familjen time, prindët e mi llogaritën si brezi tret që kanë përjetu shpërngulje si rrjedhoje e këtij cikli dhunës ndërbrezor. Fillimisht, për shembull, në kom një historie qysh stërgjyshi jem me përfundimin e lidhjes prej Zrenit, është kur janë shpërngull familjet shqiptare prej Sanxhakut Nishit, është detyru prej aty në trojeve me ardhë në Kosovë me jetu. Pastaj më vonë, i kom dëgju përjetimet e gjyshit tem, qysh ati është desht për shkak të marrëveshjes turko-jugoslave për dëbimin e shqiptarëve në Turqi, ai është detyru një pjesë tjetës tim me kalu në Turqi, derisa më vonë ilegalisht kthehet përsëri në Jugosllavi. Dhe në fund e kam rastin e prindve të mi që edhe ata po ashtu detyrohen mu shpërngull pi Prizrenit edhe mu strehu si refugjat në Kuksdenin në mbarimin e luftës. Edhe normalisht unë këto storie i kom dëgju prej fëminis, edhe ju thatë që ndoshta s'ju kemi kursy, po unë e shoh këto si sen pozitiv, se për shembull në rastin tem personal, kjo ka ndiku tepër shumë në formimin tem si person, edhe në krijimin e sistemit vlerave të mia si individ më vonë. Edhe që tha dhe Adriatikun, unë e shoh si shumë të rëndësishme këto dhe e asocioj luftën me një lloj lavdije të kombit tonë të paktën. Ideal?
Si që thanë edhe para folësit Mimoz, trashëgimia e luftës është shumë e rëndësishme. Është një hije që na ndjek në çdo hap, në secilin hap që ne e bëjmë, edhe se gjeneratat pas luftës që jemi. Me fol pak për përvojën time personale, unë prindin tim, babi im ka qenë i burgosur i luftës, ka qenë i burgosur politik, dhe i kam bjetu masakrës Dubravës, kështu që vetë mrenda kuadrit familjar, jam njoftu me luftën pasi që, le të themi, idolin tim, modelin tim e kam pasur gjithmonë për para meje. Por, ndoshta ma shumë rreth luftës unë e kom mësu për i rrëfimeve të tjerëve, ose për masakrën e Dubravës, në rastin konkret, se sa që kom mësu për i prindit tim. Për shkak se gjitha ajo torturë, gjitha ato pasoja psikologjike, ja kanë bërë ati vështirë që mi komuniku, mi transmetu për jetimet e tij sa e ka pas në atë kohë. Mirë po, e ka bërë për të kursyer juve dhe fëmijët e tjerë, apo e ka pas problem t'i rrëfej edhe me tjerë të rritur? Mendoj se këto dyja nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Pra të dyja të qëndrojnë? Të dyja të qëndrojnë, patjetër që qëndrojnë. Po, se është e vërtet që vujtja e madhe nganjëherë bllokon edhe aftësinë e komunikimit, shprehjes. Shumë problem u shpreh ajo. Mirë po, çka kemi ndëgju për luftën, çka kemi mësu për luftën, mendoj është kjo narrativa mbizotruese Mimoz, ne dhe ata. Ne që kemi qenë, që është e vërteta viktimat e luftës, dhe ata që kanë qenë agresorët. Ne që kemi qenë të shtypurit, dhe ata që kanë qenë shtypsit. E kështu me radhë, është pra ky raporti dyanshëm, i cili e ka ndikuar edhe formësimin ton, si gjeneratat pas luftës. Dhe, siç e përmendi shumë mirë edhe Adriatiku, është një koncept shumë interesant në shkenca shoqërore, i derivuar prej një autori britanik, Michael Billig, ai ka shpikët konceptin e nacionalizmit banal. Sipas Billigut, nacionalizmi banal manifestohet në kontekstin tonë të përditshëm, nëpërmjet busteve, emrave të rrugëve, kësaj narrativës ne dhe ata që ndoshta shpeshherë transmetohet nëpër media, po ashtu edhe memorialeve të ndryshme, ikonografive, simboleve, që ne i marrim për të mirëqena, por ato janë një pjesë qendrore e identitetit tonë kombëtar, një pjesë qendrore e identitetit tonë si personal, si kombëtar e kështu me radhë. Atër edhe një pyetje për javë bëj profesor të tjerve, pastaj do kalojmë tek librat, sepse më intereson përveç kësaj që thatë që pra, ju jeni shumë të familiarizuar me luftën, si gjithë tjertë, brezi pas luftës, që kam perceptuar krejt dhimbjen e prindërve, gjyshërve, të familjarëve tjerë, pra gjithë shka keni përthithur si të vegjel dhe ndoshta keni përshtypjen edhe ju që keni përjetuar luftën, edhe pse s'keni ekzistuar atëherë fare. Por çka keni mësuar në shkollë për luftën, më intereson nga librat. Thoni pak shkurt e pastaj të hapim debatin edhe me historianin që